Zonja dhe zotrinj, përshëndetje, ju përshëndesim dhe ju njohim në shtypin e ditës e premte 13 maj 2016. E fillojmë si zakonisht me gazetën Panorama që hapet me kryertikullin: Aparati dyshimt, përgjimet, prokuroria nis hetimet ndaj policisë. Prokuroria e përgjithshme nis çështjen penale për një pajisje të paregjistruar përgjimesh në drejtorinë e policisë. Fluks përgjimesh të paligjshme në faqen 14. Kreu i Bashkisë i kërkon seks 20 vjeçares për vendin e punës, bisedat në zyrë, makinë e hotel. Videoskandali, kryebashkiaku i Dibrës, Xhelili, filmohet i zhveshur në hotel, Rama e shkërkon në faqet 8 dhe 9. Në faqen 6 do të lexoni nishani padi penale Veliajt për shpifje, unë ose ai në burg. Kryebashkiaku krye lodër e biznesit të familjes. Ndërkohë batutat të dje në parlament, Berisha akuza për shullazin, Rama s'u shpëton dot nga reforma, në faqet 2 dhe 3. Ndërkohë në faqen 20, lista e Luiznit, legalizimet 230 familjet që marrin tapin në Tiranë. Ishte në përgjim, shkarkohet nga drejtor, Escobari kaloi kamionin me drogë, në faqet 10 dhe 11. Ndërkohë në faqen 13 do të lexoni në Tiranë, arrestohet pronari i mobilerisë, u vinte gjoba biznesmenëve. Opinion nga Mark Marku, karnavalet e Erion Veliaj, në faqen 19. Po në këtë faqe nga Dritan Shano do të lexoni homofobia, heterofobia dhe martesa. Kemi përfunduar kështu me të përditshme në parë, gazetën Panorama do të ecim më tej me të përditshme shqip. Kjo e përditshme hapet me kryertikullin, akuzat të nishani, Veliaj në gjyq, kreu i shtetit dhe KLD reagojnë ashpër dhe për tubimin para gjykatës, Rama mbron Veliajn, protestat ndaj gjykatave normale. Të vërtetoj që presidenti është hajdut ose dënoheni për krimin, në faqen 2 dhe 3. Basha kush humb mandatin të mos bëhet më deputet, nisma e dekusarizimi i politikës, në faqen 4. Dekriminalizimi KQZ 53 këshilltar të Tiranës pa mandat, po në faqen 4. Ndërkohë në faqen 5, Rama, Partia Demokratike ka frikë reformën, shem strukturat që drejtojnë. Videoskandali, kryebashkiaku i Dibrës kërkon favore seksuale. Biseda e Shukri Xhelilit me 20 vjeçaren, reagon Braçe, të shporet, qeveria e shkarkon sot, në faqen 11. Kreu i kuvendit, vizit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, meta mbështetje për drejtësinë nga Kongresi Amerikan, në faqen 8. Ndërkohë në faqen 10, breshëri plumash ndaj shtëpisë Denis Shtrazës, plagoset i mituri, policia nis hetimet për hakmarrje. Vija e kuqe, sovraniteti dhe fronti antireform nga Çlirim Hoxha, në faqen 9. Greqia e kërkon, Shqipëria e shkarkon nga detyra si drejtor, Escobari i Ballkanit, në faqen 6 dhe 7. Rregulloria ere shtat tarifat për të lidhur energjinë elektrike, familjet paguajnë 4 shërbime të OSHE-s dhe koston e punimeve, në faqen 14. Hetimet, aksidenti me vdekje i 2 fëmijëve, arrest 2 zyrtarëve, në faqen 10.
Ndërkohë në faqen 20, muzika moderne, Top Awards, 12 çmimet që do të ndahen natën e madhe. Eci mëtej me shkrimet të ndryshe të kësaj gazete, ushqyerja, strategjia për të zgjuar metabolizmin në faqen 17. Ndërkohë në faqen 18, romans, fjalët që nuk duhet thënë në takimin e parë. Në faqen 19, në Indi luftë me 140 shkronja klasës së kastave. Kemi përfunduar kështu dhe me gazetën Shqip, do të ecim më tej. E të përditshme nga gazeta shqiptare që hapet me kryartikullin Trafikantët, tonelata drogë drejt Europës, shkarkohet Klement Balili, Manjani, askush s'ka mbrojtje politike. Mediat greke u sekuestruan 900.000 euro në 3 shtete. Në Itali u kapën 96 kg kokainë dhe 65 kg shash. Haki Çako, çështja nën hetim. 20-vjeçarja kryebashkiaku i Dibrës më kërkoi seks videopërgjimi në makinë dhe në hotel, ma trego pak cicën. Qeveria shkarkohet Shukri Xhelili. Plumbami shtëpinë të arrestuarit Denis Shtraza, plagoset nipi 12 vjeçar, Durrës policia ishte paralajmërim në faqen 13. Dje në Deutsche Welle, BE-ja nuk shpërbëhet dot kaq shpejt në faqen 21. Ndërkohë, legalizime në Tiranë, 231 familje që marrin tapin në 11 mini bashki, lista emërore, kush përfiton në faqen 15. Rama fund padive, pronarët, pakti me Strasburgun është e pamundur në faqen 11. Kreu i Kuvendit meta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me kongresmenët, jemi partner në faqen 5. Ndërkohë në faqet 16 dhe 17, regjistrat e ATP-s, pronat në Shkodër, lista dhe kompensimet. Vulat në pasaport, avokati i Shullazit nuk ishte këtu kur u vu eksploziv në faqen 7. Ndërkohë në faqen 9, nishani padive Liajt më tha Hajdut, bashkia Lodër, baron province. Kreu i shtetit, terror ndaj gjyqtarëve. KLD protesta, presioni hapur ndaj drejtësisë, Liaj doli kundër parkut. Do të ecim më tej me të tjera gazeta, pasi kemi përfunduar kështu dhe me gazetën shqiptare. E përditshme e radhës do t'jetë gazeta Shekulli. Kjo e përditshme hapet me kryartikullin pronat mbyllet Strasburgu. Dëm shpërblimet, pronarëve u bllokohet ankimi në gjykatën Europiane të drejtave të njerëzit, kthimi dhe kompensimi i pronave, zgjidhja vetëm sipas ligjit të ri të qeverisë. Rama flet për procesin pas bisedimeve në Strasburg dhe përse pronarëve nuk mund t'u jepet kompensimi plot në faqet 6 dhe 7. Durrës qellohet banesa e Denis Shtrazës, plagoset nipi 12 vjeçar. Të paktën 17 plumba janë qelluar drejt shtëpisë së personit arrestuar për vrasjen e Gazmend Çollakut. Goditjet Voglushi i pafajshëm teksa flinte në faqen 10 dhe 11. Tiranë legalizime 230 familjet që marrin lejet e shtëpive në faqen 15. Ndërkohë suplement shëndeti, menopauza, lidhja me osteoporozën dhe zemrën, ndërprerja e ciklit menstrual tek femrat, simptomat që paralajmërojnë dhe si përjetohet e përballohet, çfarë është menopauza dhe shenjat e saj në faqet 16 dhe 17.
Erion Hiliku, faktorët që po na shkurtojnë jetën, problemet serioze të moshës biologjike të mira qytetarëve shqiptarë, mënyra e të jetuarit me stres, pasiguri, panik dhe mungesë ushtrimi fizik, përshpejton shkurtimin e telomerëve në faqen 18. Denoncimi kreu i Bashkisë së Dibrës kërkon seks për vendin e punës në faqen 13. Eci më tej në faqet 6 dhe 7 verifikimi të pastret aplikime të reja për banesa. Debatet Partia Demokratike zvarritet në kuvend shmang qëndrimet për reformën në drejtësi në faqet 4 dhe 5. Opinion nga Arben Rozhani, Kusar, Vrasës dhe Zuzar në faqen 9. Eci më tej në faqen 11, prokuroria, aksidenti fatal në Kavaj për 2 fëmijët ndalohen 2 zyrtar të rrugëve. Kemi përfunduar kështu dhe me gazetën Shekulli do të ecim më tej me të përditshmen shqiptarja.com. Ky artikulli I kësaj gazete, tregtari I ilaçeve, baroni I drogës Klement Balilit, shkarkohet drejtori I Sarandës, arrestimi çështje ditësh. Dimitër Poti, drejtuesi I grupit që trafikonte drogë drejt Europës. Biznesmeni I kompanisë së ilaçeve po hetohet në Tiranë prej muajsh për pastrim parash në faqet 2 dhe 3. Mjekja kundër ndërtuesit Bashkim Ulaj, prokuroria zbulon faksimilin e firmave dhe kontratën e rreme, por krimi parashkruhet për tejkalim të kohës kur u krye. Gjener 2 nuk njohim Cangonji, por djalin e saj për ne çështja s'ekziston. Elida Cangonji më falsifikoi firmën për pallatin pranë RTS-s në faqet 8 dhe 9. Eci më tej përplasja rebelohet Nishani, ngre drejtësinë kundër Veliaj, reagon Veliaj Nishani lodër në duart e biznesmenit në faqen 4. Matura, provimi I gjuhës së huaj, ja pyetjet që do të ketë testi në maturë në faqet 8 dhe 9. Drejtësia Ilir Meta nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës përpjekje për realizimin me sukses. Kongresmenët kemi nevojë për një Shqipëri të fortë në faqen 13. Opozita, amendamenti I Partisë Demokratike, jo rikandidimit të Koço Kokdimës në faqen 6. Ndërkohë në faqen 7, kuvendi Rama, Partia Demokratike frikë nga reforma I shërben strukturat e saj, Në faqen 11 do të lexoni dekriminalizimi, KQZ fsheh formularët e zyrtarëve. Ndërkohë në faqen 10, skandali Shukri Xhelili, seks për një punë, shkarkohet kreu I Bashkisë Peshkopi. Kemi përfunduar kështu dhe me gazetën shqiptarja.com do të ecim më tej me të përditshmen dita. Kjo gazetë hapet me kryeartikullin Seks skandali. Videoa e transmetuar mbrëm kryebashkiaku I Dibrës I kërkon një vajzë 20 vjeçare seks në këmbim të një vendi pune. Dialogjet e kryebashkiakut Shukri Xhelili me vajzën, filmimet në zyrë dhe në një hotel në Tiranë, sot pritet që qeveria të marrë vendimin në faqet 2 dhe 3. Berisha Nishani dalin hapur, I pari mbron pallatet e Digës dhe I dyti pa ditë Veliaj, dje sulmi në çift në faqen 5 deri në faqen 8. Ndërkohë në brendësi do të lexoni
Pezullohet Dilma Rousseff, një parlament shkarkon presidentin ngjarja e Brazilit. Mojko Mzeqo, skica dhe sinopse, portreti i Mark Bazaitit dhe hebrejt e Elbasanit. Ecim mëtej në faqet 12 dhe 13 dokumentet dhe emrat ushtarakët shqiptar dhe gratë e tyre ruse. Dosier studentët shqiptar në Akademinë e Bashkimit Sovjetik, lidhjet me vajzat ruse, që ndodhi pas prishjes me Moskën, raste lidhjesh të prishura dhe ata që rezistuan. Pse është rrudhur Dritëro Agolli apel për Akademinë e Shkencave. Ndërkohë nga Arben Duka do të lexoni Tregim në vargje, një legjend nga Labova. Meta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, reforma në drejtësi, takime me kongresmenët amerikanë, shkrime që do t'i gjeni më të detajuara në brendësi të gazetës Dita. Kemi përfunduar kështu dhe me këtë të përditshme do të ecim mëtej me gazetën Koha Jon. Kjo gazetë hapet me kryartikullin Nishani Veliaj, duel panervor. Kryetari i Kuvendit Ilir Meta, takime në Kongresin Amerikan, në faqen 2. Profili jeta e Ambrogio Guanerit, një kaos i përsosur, një kryevepër e përmbysur nga Edison Ypi, në faqen 10. Opinion nga Lorenzo Vangeli, Eneida këndoj në Europian, në faqen 11. Ndërkohë, analizë nga Eduard Zaloshnja, kur do filloj reforma në drejtësi, në faqen 11. Në faqen 9, video skandali, pritet shkarkimi nga detyra, kryebashkiaku i Peshkopisë në shtrat me 20 vjeçaren për një vend pune. Kryeministri Rama meritoi mhapjen e negociatave me Bashkimin Evropian këtë vit, në faqen 7. Kuvend Blushi, Rama kryeministri më i çuditshëm në botë dhe i paaft. Ahmetaj, Blushi, Berisha e Basha kanë të njëjtat akuza ndaj Partisë Socialiste, në faqen 6. Ndërkohë në faqen 8, Basha, Shqipëria e kapur nga krimi dhe korrupsioni. Dosier kundërshtia ndaj Pashkovasës është padije apo antishqiptarizëm, në faqet 18 dhe 19. Hetimet e Skobari i Ballkanit shkarkohet nga detyra Klement Balili, në faqen 14. Ndërkohë në faqen 22, kombëtarja Shqipëri-Zvicër, ndeshja më pak e kushtueshme e Euro 2016. Kemi përfunduar kështu dhe me gazetën Koha Jon, do të ecim mëtej me të përditshme në Ballkan. Kjo gazetë hapet me kryartikullin Tarifat e pastrimit, rritje 100% për bizneset e mesme dhe të mëdha. Tabela e plot sa do të paguajnë tregtarët në Tiranë sipas kategorive. Vendimi surprizë i Këshillit të Bashkiak që dyfishon faturat, në faqen 6. Gënjeshtrat në Strasburg dhe blofi i qeverisë me $24 milion e pronave. I shkreu i Agjencisë së Pronave Toro, Rama pakt me Strasburgun pas ligjit të ri, s'ka më padi ndaj shtetit, në faqen 10. Verifikimi të ardhurave, rregullat dhe procedurat e reja të indeksimit të pensioneve, në faqen 6. Njësimi pagës minimale të kontributeve me pagën minimale në shkallë vendi.
Ecim mëtej në faqen 2 godet të dekriminalizimi 53 këshilltar bashkiak do të hiqet mandati. Baroni përse nuk arrestohet Balili pikpong polici prokurori në faqen 5. Ndërkohë në faqen 11 dosier detajet në bazën gjermane si rekrutoheshin shqiptarët për operacionet sekrete të CIA-s, misioni për rrëzimin e regjimit të Enver Hoxhës. Loja e qeverisë për të vjel taksën e pasurisë së shqiptarëve në faqen 7. Ndërkohë në faqen 7 do të lexoni regjistrimi i ndërtimeve të reja, dokumentet dhe afatet. Kompensimi, procedurat që duhet të ndjekin pronarët që u është zënë toka nga ndërtimet pa leje. Ndërkohë në faqen 14 lista e trashëgimtarëve ishte për ndjekurit, dokumentet që duhet rinovuar për të marrë këstin e dytë. Opinion nga Ledian Droboniku, nuk ka reformë në drejtësi brenda oligarkisë në faqen 12. Ndërkohë maturantët letër ministres Nikola, si do të realizohet përzgjedhja nga universitetet dhe mbi çfarë kriteresh në faqen 12. Këshilla mjekësore, recetat që eliminojnë toksikantët nga trupi dhe parandalojnë kancerin në faqen 13. Kemi përfunduar kështu dhe me të përditshme në Ballkan, do të ecim mëtej me gazetën Sot. Kjo gazetë hapet me kryeartikullin Plas lufta midis institucioneve, Llalla nis hetimet ndaj Tahirit për pajisjen ilegale të përgjimit. Presidenti kërkon shkarkimin e kryebashkiakut Veliaj. Komisioni i Sigurisë në alarm për rrjedhjen e informacioneve nga Visholika, deputetët paralajmërojnë marrjen e masave ligjore në faqet 2 dhe 3. Skandal në Bashkinë e Dibrës, Shukri Xhelili, seks me 20 vjeçare në këmbim të një vendi pune, ja biseda e plot me të ren në faqen 9. Skandalet e Kodhelit në Gjermani në pazar me eskort, limuzinash, helikopter dhe Mercedes, ja çmimet gjigande të produkteve në faqen 7. Ndërkohë në faqen 8, krize fortë në majorancë, Ylli Manjani thumbon Veliajn, Tavo kritika Beqajt për shëndetësinë, Shalsi akuza Metës se ka degraduar kuvendin. Në faqen 6 do të lexoni dështon votimi për koncesionin e aeroportit, deputetët braktisin parlamentin, opozita akuza Haxhinastos për humbje të miliona eurove. Berisha akuza Ramës për telefonatat 170 minuta me gjykatën kushtetuese në favor të Koçokokdhimës. Kryeministri kujton se nuk i shpëton dot drejtësisë në faqen 5. Ndërkohë në faqen 4, Blushi shpërthen akuza kundër Ramës, po drejtohemi nga një i paaftë. Favoret ndaj privatit vran 2 fëmijë, në 3 vjet ke lyer vetëm gërmallat e Saliut. Sondazhi rritet niveli i korrupsionit në vend, zyrtarët presion qytetarëve për të dhënë para, më të korruptuarit gjyqtarët dhe politikanët në faqen 10. Komente dhe analizë nga Besi Bekteshi do të lexoni emancipimi shoqëror me kuota apo barazi si demokraci nga lart. Ndërkohë nga Rushan Dosti në faqet 16 dhe 17, ku flet lepuri i korrupsionit. Ishin këto dhe titujt kryesor të gazetës Sot.
Do të vazhdojmë me gazetën Telegraf. Kjo e përditshme hapet me kryerartikullin Thellohet skandali tek transportet, pika e karburantit fitoi tenderin e rrugës së vdekjes. Shefi i kabinetit Haxhi Nastos, njëkohësisht edhe bashkëpronari i karburantit, fitues të tenderit të Rogozhinës, ku humbën jetën tragjikisht 2 voglush. Ambasadori Avlautin kërkon të lajë mëkatet e Haxhi Nastos, por babëzia e tij së bashku me Xhikën arrin 5 miliardë lekë vetëm për aksin ku ndodhi fatkeqësia. Prokuroria tenderat e Veriut dhe Espinoza i rrugëve të Gjirokastrës, faqet 8 dhe 9. Europa kushte të reja për Shqipërinë. Burime konfidenciale bëjnë me dije se Bashkimi Evropian nuk do të hapë dyert e Europës nëse Shqipëria nuk zbaton 100% vendimet e gjykatës së Strasburgut, ja rastet në faqen 7. Në faqen 2 do të lexoni Ilir Meta në Kongresin Amerikan, kryeparlamentari, bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar për reformën në drejtësi. Ndërkohë në faqen 3, skandali seksual i rilindjes, kryeministri shkarkon kryebashkiakun e Dibrës, gruaja e ndan si bashkëshort. Në faqen 7 do të lexoni protesta para gjykatës për plasjen e Shani Veliaj, reagojnë në Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe Komiteti i Helsinkit. Aktualitet, Tritan Kalo, kuvendit i mungojnë ekonomistët. Ndërkohë Jakub Goxhaj, hakmarrja e pushtetit të rilindjes. Dekriminalizimi, gati shkarkimi 250 drejtuesve, shkrime që do t'i gjeni më të detajuara në faqet 2, 3 dhe 9. Mirënjohja për Vath Koreshin, shoqata kulturore, Vlaga përkujton sot 80 vjetorin e shkrimtarit. Flasim për Telegraf, Margarita Xhepa, Ermela Koreshi, Todi Bozo dhe Todi Mile në faqen 14. Ministri Panariti merr mbështetje franceze. Bujësia moderne, surprizat dhe befasit e Pogradecit në sezonin veror, Korani dhe Belushka, kurora e peshqeve në qytetin liqenor dhe të garantuara për konsumatorët në faqet 10 dhe 11. Mozaik dhe aktualitet, Jani Nika ju tregoi centralistin e shtabit të përgjithshëm të luftës nacional shqiptare që përfundoi burgjeve komuniste në faqen 14. Aluizni Tiran, shpallën 231 pronarët e rinj që kanë gati lejen e legalizimit për ndërtimet informale në faqen 16. Rruga Adem Harxhi, hakmarrja është e ëmbël. Klodeta Gjini, sportistja që shkëlqen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shkrime që do t'i lexoni më të detajuara në faqet 15 dhe 21. Eci mëtej, opinion dhe koment nga Agron Fico, Gjeki Müller dhe reformat në Shqipëri në faqen 6. Ndërkohë nga Ben Blushi po drejtohemi nga të paaftë në faqen 4. Kemi përfunduar kështu edhe me gazetën Telegraf, do të ecim mëtej me të përditshmen Standard. Kjo gazetë hapet me kryerartikullin, plani i fshehtë çfarë po përgatit Bashkia e Tiranës në Rogoz, nga koncesionet tek rritja e ndjeshme e taksave tek pamundësia e 36.000 bizneseve për të mos paguar dot taksat në faqen 10.
Vizita në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, meta në Kongresin Amerikan, reformimi i sistemit në drejtësi, kyç për të ardhmen e vendit në faqen 5. Ndërkohë në faqen 3 do të lexoni protestat e gjykata Manjani janë për një gjyqësor të pavarur, të drejtë dhe me vendime të shpejta. Në faqen 4, patozi në kuvend, duhet një reformë e plot kushtetuese, nuk mjafton vetëm reforma në drejtësi. Deklaratat e Veliaj, Nishani kërkon hetim nga prokuroria, drejtësia të flasë për shpifjet e kryetarit në faqen 7. Po në faqen 7 do të lexoni atentati në Durrës, qellohet me armë shtëpia e Denis Strazët, plagoset rënd nipi i tij. Në faqen 18 tarifat e larta, studentët nuk pranojnë të paguajnë këstin e dytë të semestrit. Opinion nga Brikena Bogdo, Akademia Politike apo Leopolda Italiane në faqen 19. Reforma në drejtësi, Rama nuk e doni se ju shem strukturat, Berishas votojmë drejtësia në duar tona në faqen 3. Suplement gol, incident, maratona e dhunës në futbollin shqiptar vazhdon. Ndërkohë më tej në faqen 9 zbulohet video kryebashkiaku i Dibrës Shukri Xhelili kërkon favore seksuale. Kemi përfunduar kështu dhe me gazetën Standard, do të ecim më tej me të përditshmen Mapo. Ky artikulli i kësaj gazete, pajisja ilegale e përgjimit, prokuroria heton policinë e shtetit. Taskforca e prokurorisë së Tiranës ka regjistruar procedimin penal me objekt shpërdorim detyre, pas informacionit se në zyrat e policisë së shtetit është instaluar një pajisje përgjuese e pa autorizuar, pritet sekuestrimi i pajisjes dhe dokumenteve shoqëruese të saj. Nishani duhet hetuar pajisja ilegale e përgjimit në faqen 3. Ecim më tej në faqen 4, dilemat për mos arrestimin e Balilit, provat kërkohen në Greqi. Prokuroria e krimeve të rënda kërkon materiale shtesë në lidhje me veprimtarinë kriminale të Klement Balilit, përplasja në hedhjet në polici, prokurori, mediat dhe policia greke e konsiderojnë baron droge në Shqipëri. Balili është i lirë. Video skandali, kryebashkiaku i Dibrës i kërkon seks 20 vjeçares në këmbim të punës. Shfaqet në televizionin Ora News video skandali me kryetarin e Bashkisë së Dibrës, Shukri Xhelili. Pas emërimit në punë, kryebashkiaku i kërkon favore seksuale vajzës së re. Biseda e plotë mes Xhelilit dhe vajzës që u detyrua të shkonte në një hotel në Tiranë. Qeveria shkarkon kryebashkiakun, Partia Demokratike, ky është shteti i trafikantëve dhe prostitucionit në faqen 5. Suplement Mapo shëndetësi, dhimbja e mesit, kur duhet të shqetësohemi. Kalimi i viteve shkakton ndryshime degradative në shpinë. Këto ndryshime mund të fillojnë në të 30-tat apo edhe në një moshë më të hershme dhe mund të bëjnë të prirur për dhimbje mesi, sidomos në qoftë se e teprojmë me aktivitete në faqen 13 deri në faqen 17. Editorial nga Ervis Iliazi, asnjë ambasador nuk mund të na shpëtojë nga vetja. Ndërkohë në faqen 10 koment si nuk u veselitën xhamën
me urrëtitjen ndaj gejve nga Mustafa Nano. Koment në faqen 11 nga Fitim Zekthi, çfarë do të sjellë legalizimi i martesave gej? Vizita në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, meta me kongresmenët, reforma në drejtësi, kyç për vendin. Decim Matej në faqen 2, Leonard Bakillari i Mapos fiton çmimin e parë në Gazetarinë Investigative. Çmimi i dytë i shkon Ornela Liperit të monitorit mbi kinezët, mbi krizën ekonomike dhe borxhet e bizneseve. Çmimi tjetër për gazetarët investigativ ju dha Halbion Hasanit për raportimin televiziv mbi koncesionin e naftës. Ishin këto dhe titujt kryesor të gazetës Mapa, ndërkohë do të ecim mëtej me shtypin sportiv. Gazeta Panorama Sport hapet me kryartikullin Skënderbeu Partizani, zjarr për titullin. Korçarët luajnë edhe për barazim të kushti mban në lojë vetëm fitoria. Shiten të gjitha biletat, demat do të luajnë me skemën e Starovës. Jo sa nuk festojmë para kohe, mund të pësojmë si Ajaxi. Ndërkohë 100 muaj pa fituar në Korçë, Agostinelli ja si ja dalim. Sukaj shënoi dhe Partizani merr 3 pikët. Ndërkohë Salia po Sukaj ja për kë votojnë në 10 ikonat shkodrane. Pesh nostalgjik shënon Sali, Skënderbeu fiton 1-0. Ndërkohë java 35 të sot kryen ndeshja Skënderbeu Partizani në orën 19. Nesër Bylis Flamurtari, Tirana Vllaznia, Teutar Laçi dhe Tërbuni Kuksi, në faqen 2 deri në faqen 7. Shukri Xhelili, presidenti i Korabit, përfshihet në skandal seksual, në faqen 11. Ragon Gentian Muça, nuk jam kriminal, nga afizit e Sejdini Sana e Duro, të ndëshkoj, por jo ka që rënd. Finalja të mori mund Shënkollin, shpallet kampioni kategorisë dytë në faqen 13. Jona Dervishi, Bastet, zëdhënësja Federatës Shqiptare të Futbollit, replikon me Berishën. Inter rrëfet Icardi, ja jeta ime me Vanda Narën, në faqen 18. Në faqen 17, Juventus, zonja hidhet në sulm për James Rodriguez. Ndërkohë analiza Mateus Hankes, më i miri, Pepi shumë larg, në faqen 19. Kemi përfunduar kështu dhe me gazetën Panorama Sport, do të ecim mëtej me të përditshme Sport Express. Kjo gazet hapet me kryartikullin ora e titullit, Skënderbeu Partizani, ora 19, shiten 6.000 bileta, policia e Korçës bardh masat e sigurisë. Me fitore ose barazim, korçarët sigurojnë trofeun e 6 radhazi, përfitojnë 30% të kontratës shtesë, në faqet 2 dhe 3. Deklaratat Josas luajnë për barazim me të kusht të shijon fitoria. Trajneri i Bardhekuqve deklaron 24 orë përpara sfidës decisive se korçarët janë gati për të triumfuar. Ndërkohë Agostinelli pranon Skënderbeu nuk ka pika të dobta. Trajneri i Partizanit ka një skuadër më teknike, ndërsa ne kemi më tepër karakter, fitojmë nëse luajmë të bashkuar, në faqet 4 dhe 5. Eci mëtej në faqen 13, Shqipëria shpërndan ftesat për Francë 2016, kombëtarja zbulojnë emrat, ja lista Kuqezi. Trajneri Gianni De Biasi ka projektuar një listë prej 26 lojtarësh që do të jenë pjesë e përgatitores, ndërsa prej tyre do të përzgjidhen 23 që do të përfaqësojnë Shqipërinë në finalet e Europianit.
Në faqen 6, Kuksi Hallaçi zdohet të ketë surprizë ndaj Tërbunit. Mbrojtësi si nënvlerëson Pukjanët është test i rëndësishëm për ne, edhe pse Pukjanët janë të rënë. Në faqen 8, Vllaznia për Shtubinën mjafton edhe një pikë me Tiranën. Ndërkohë flamurtari në faqen 9 ka debate në dëgjesën për privatizimin. Në faqen 12, Tomori është komandant i së dytës. Beratazit mes drithërimash ja dalin fal golit të Çacos në shtesë Shënkolli paraqitje mbreslënse. Tirana flet Musha thjesht festova me tifozët, s'kam vrar njeri. Mbrojtësi pas dënimit nga disiplina, ndëshkimi që më vret karrierën, s'kam asgjë me Beogradin, është çështje tifozerie. Komunizmi përmenda një sistem që ka sjell vuajtje në Shqipëri në faqen 7. Itali Pogba mërzit e Juventusi dua perfekcion në faqen 18. Ndërkohë Real Madridit goditjet në Mercato janë Bale e Ronaldo në faqen 20. Zyrtare Dortmundia hedh Bayernit vjen Dembele në faqen 24. Kemi përfunduar kështu dhe me të përditshmet sportive. Zonja dhe zotrinj, ishin këto titujt kryesor të gazetave për sot e premte 13 maj 2016. Bashkë miru pafshim.